Si rezultati i administrimit të shpejtë kallëzimit të një 70 vjeçari se djali i tij 28 vjeç ishte marrë me forcë në automjet dhe transportuar nga disa shtetas, shërbimet e komisariatit të policisë Lezhë mundsuan identifikimin, lokalizimin dhe kapjen pak minuta pas kallëzimit të 3 autorëve të dyshuar të rastit, shtetasve RM 28 vjeç dhe RM 22 vjeç vëllezër, si dhe kushëririt të tyre shtetasit EM 22 vjeç. Nga hetimet e deritanishme dyshohet se 3 shtetasit me veçgjyqësi kanë marrë me forcë në automjet 28 vjeçarin në një karburant në fshatin Derven, me pretendimin se ky i fundit nuk ishte paguar parat për 2 automjete të marra me qera në subjektin që administronin 2 vëllezërit e arrestuar. 3 shtetasit e kanë transportuar 28 vjeçarin te një karburant në fshatin Shënkoll, ku e kanë dhunuar dhe më pas e kanë lënë në rrugë. 28 vjeçari u transportuar në Spitalin Rajonal të Lezhës, ku mori asistencën e nevojshme mjekësore dhe u larguan në banesë jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë, jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme, për veprat penale, heqja e paligjshme e lirisë, veçgjyqësia dhe dëmtime të tjera me dashje kryer në bashkëpunim.